ti lutesh me dek dikush. Adin, është një porë ajgare, po bon këfoma me të. Me që të bësa, po, nale, se ti ka hi një frikë. Kështë është ti me bo në reklamë me thonë, hej, unë po bëj gjenaze. Adin, është pak e ronë. Ti të lecën kombi, për shko, ikë. Në njerë, i kom të dhe jetë. Vetë kom përjetu disa humbje në jetë, në kohën e kalore. Si ishte momenti që ti vendose pikrisht ta bësh këtë punë? Dush me shku me marrë një person ka dek të shtëpia. Për shkak se për hir të parë je ballafaqu me kufoma? Personi kon dikon 160 kg. Unë e ke shoki 2 vjet, edhe mole, edhe nuk e lo shumë negativitetin nga veti. Edhe gjithmonë kom pas qef për popullin tem me bo diçka. Në vetë jam shumë krenar që jam shqiptar edhe jam lind në Kosovë. Jam vidau që për dikon janë shumë shqetësuese. Momentet më të vështira jam aty pranë familjes. Edhe mundona me lehtësu gjendjen. Sa përfshihesh emocionalisht në raste të tilla? Çdo kufo me bëj si më kon vllavi jam, baba jam, gjyshi jam, atë më thon më kon i afër jam. Ka kërkesa edhe mu djeg kufoma, i fusin ato furrat. Edhe pastaj vetëm ai hine e mbajnë. Edhe ajo është e rëndë, tani lun njëri. Arkivori është i mbyllur hermetikisht. Edhe thonë nuk bën mu hap fare. Gjendje kanë i treshtueshme pamjet. Ki ndonjë rast që akoma e kujton që ka qenë ndonjë aksident në Tiranë apo ndonjë moment i vështirë? Sidomos na shqiptarët, nuk kemi qef me fol për vdekje. Vjen kë thotë, do të më vorros këtu. Tjetër të ja, amaneta ka pas më vorros këtu. Ka pas në kësi raste që ke bo transportin e kufomave edhe nuk të ka bo pagesa? Kur të vërën do të mja falë borxhin ose me thonë edhe një kalo. Do të dhe kësi raste veresi? Që ju ndalë pe kickboxit në box, edhe tash i kom bo mrena një vit i kom bo 6 meqe dhe që tash, sa dalë pa lendime pe qasë, me një një tjetër. Po kanë qenë familja ndonjë meq aty kur ti ke humbë edhe je rronë nga kundërshtari? Ju ftojmë që të bëni pjesë e këtij udhëtimi emocional çdo të shtunë nga ora 19 vetëm në kanalin tonë zyrtar në YouTube, Rrëfimjete me Baki Zeqiri. Mirëmbrëma shikues të nderuar dhe mirë se po takohemi edhe në këtë javë në emisionin Rrëfimjete. Edhe sonte do të jemi së bashku në këtë studio duke sjellur tek ju një rrëfim shumë të veçantë. Mundohemi që vazhdimisht në këtë studio të sjellim fytyra interesante, rrëfime nga më të ndryshme, gjithmonë rrëfime reale. Edhe sonte në këtë studio do të vijë një rrëfim interesant. Një personazh që jeni mësuar ta shihni në rrjetet tona sociale, e sidomos në TikTok është shumë viral, duke postuar video të ndryshme, duke prezantuar punën e tij me shumë dëshirë, me shumë vullnet, bën punën e tij tash e sa vite. Me ne dhe me ju sonte do të jetë Valon Gashi, një i ri i cili tash e 5 vite bën transportin e kufomave nga diaspora në Kosovë, me shumë vullnet dhe pasion e bën këtë punë. Gjithashtu, Valoni është edhe në gara sportive, në boks, tash e sa vite. Një djalë shumë pozitiv, shumë energjik. Pavarësisht që tash e sa kohë ne kemi bë përpjekje që të jetë në studion tonë, meqense ai vazhdimisht është i angazhuar dhe sonte do të jetë me rrëfimin e tij mjaft interesant. Andaj qëndroni me ne. Mirëmbrëma Valon dhe mirë se erdhe në studion e emisionit Rrëfimjete. Mirëmbrëma dhe mirë se e gjeta. Si po ndjehesh? Shumë mirë. Kënaqësi që më në fund po e realizojmë emisionin Rrëfimjete, meqense është bërë një vit, po më duket që kemi kontaktuar për me qenë pjesë e emisionit, por për shkak të angazhimeve tua vazhdimisht ishte e pamundur. Po megjithatë ma ke fjalën që do të jem për 2-3 ditë në Kosovë dhe do të vi në emision. Shumë vërtetë. Unë nuk e kom qitë në harres, po nuk ka ardhur mundësia me ardhur me herët, edhe kom thonë qatë moment se të viti e personi pa që kom e lajmëru edhe kom e majtë premtimin, se unë kom qef me majtë fjallë kur të premtoj dikujt diçka, edhe jam shumë i kënaqur që jam sot këtu. Faleminderit për ftesë. Gjithmonë kënaqësi me pas në studio persona si që jeni ju.
një person me plot energji pozitive që këtë energji pozitive e transmeton edhe të gjithë fancat e tu që i ki të shumët, sidomos edhe në TikTok. Na flisni pak a shumë për punën tuaj, me qenë se ftesa ime ka qenë e rastishme sepse ke dalë vazhdimisht në TikTok edhe kur jam fut në profilin tënd i kam pa shumë video, do më thënë që poston video punën cilën e bën transportimin e kufomave nga diaspora në Kosovë. Do më thënë me plot vullnet e bën këtë punë, me plot energji pozitive. Na flisni pak a shumë tash e sa kohë e punoni këtë punë? Unë tash që u bënën 5 vite që ja kom nisë kësaj pune, edhe jam shumë i lumtur dhe shumë i kënaqur që Zoti ma ka dhënë forcën me bë këtë punë, edhe e bëj me shumë krenari, se unë që të punë e bëj me zemër, se jam në momentet më të vështira për një familje që u përballu me një humbje jete i personit që kanë dash më shumë ti, edhe nuk e din tani kam ja majt, se në qatë momenti ka kap mërzia, ka kap stresi, nuk e din tash çka me bë, e për që ata une si kompani jam aty pranë familjes që më ndihmu në momentet më të vështira për me bë transportin e të dashurit për Kosovë, ose për vetënindje. Na flisni pak a shumë, se ishte momenti që ti vendose pikrisht ta bësh këtë punë, me qenë se nuk është punë e lehtë, është punë që ka të bëjë me emocione, e sidomos me transportin e kufomave. Si të lindi ideja që pikrisht merresh me këtë punë, të hapësh kompani, si që ki, do më thënë, firmën Paqja? Po. Kjo ide lindi se unë në spare unë vetë kom përjetu disa humbje në jetë, në kohën e kalore, kom vlaun, kom shokin më të mirë që kom pas si vlla, edhe dikur tani mes një shokit tem, baba i tij ka një firmë që 20 vite atje në Gjermani, edhe ai shoki tani se e pata vizitu, shpesh ja shkoj shonet e ajve këtë one, se nimi mëti me atë shokin, edhe diku më patë kalzu, tha jo, ja kom nisë të baba me punu këtë punë, edhe më doke interesant, çfarë punë e bën, e kashe vizitova një ditë në Berlin, edhe tu nejt, du një rast, i kërsiti telefoni, ti baba i tha, dush me shku me marrë një person ka dek të shtëpia, po më bën ai shoki, du të më shku në punë, apo rrin këtu, ase çka po bën? Po vjen me ndihmu. Thash, ai vetë, po, thash, hajt po vi. Pa menu fort, thash, hajt po vi, po më intereson çfarë punë po bën. E për cilla, edhe ka një rast i ronë, që në vërtet nuk u konë në rast normal, po në fund me sukses të kryetëm atë rast, edhe tani më doke interesant. Si ka qenë rast i ronë? Asnjëherë s'po flasim me emra, na tregoni si ka qenë rast i ronë. Ndoshta ka qenë rast i ronë për ty, për shkak se për herë të parë je ballafaqu me kufoma? Për herë të parë jo, se thash që kom humb vetë atë shokin më të mirë atëherë, e kom pa për herë të parë tani një kufom, edhe ju më konë në pastrim të ai shoki, që ajo konë hera e parë që më përballu me kufoma, po konë e rëmë se ai personi që ka dek në katin e 8, me një ndërtese, lifti u konë i prisht, edhe ai personi u konë dikon 160 kg. Unë e ky shoki 2 vjet, edhe mole kape... Me zbrit shkallëve. Po, me zbrit shkallëve, u konë një sfidë edhe një ushtrim, se me thonë, i ranë edhe 2 natës, po s'patëm qare, u duft me shku, edhe që të... Nga kjo hjek, si tërd motivi që ti me vazhdu tutje, a nuk u ngope me kaq? Jo, se më doke interesant. Edhe tani, shkova veç për 2-3 ditë me nejt, tani mase e përballum qatë sfidë, thash, atin qka po rri edhe një javë. A ki kopë, po, nejt atë një javën e për cjela në punë. Se në qatë momenti që edhe me një fazë që jetën tem private nuk e di, se shumë puna e këmë bërë, shumë lloj pune e këmë provu, po kërkon nuk më isha më kap diqys që me thonë që kjo është puna e jemja. Tani më doke interesant, thash hajt përri të njovën e për cjela në punë,
i kemi pa raste të ndryshta, edhe më lindi interesi se e pash se po më përballu. Se dikush nuk afrohet se tutet, ose ka një farë frige. Po mu më dak interesant, edhe pash se kam një forcë se vetë jam një person pozitiv, edhe nuk e lo shumë negativitetin nga të veti. Edhe tani unë interesova. Këshyra, në rrethinën tem që aty ku jetoj unë, nuk ka kërkon që e bën këtë punë. Edhe më lindi ideja, thash adin çka po interesona ma shumë, për kry njerë do raste me këshyra është për një me për mu, edhe dikur hina ma Po pastaj, si fillove vetë pikrisht këtë punë? Sa ishte vështirë, fillove me ndonjë marketing, apo... Po unë e kom pas përshqyqur për krajin e ati shokit, se tash ai baba ati në ka 20 vjeç, është shumë i njohur në Gjermani me qatë kompani. Ata në shqiptarë nuk janë tjetër, po... Ndoshta veç ka pas raste tonës tonë edhe të ka lidhaj direkt. Po, njëherë kom kryu të në raste, sidomos se o konë një firmë për musliman. Dhe më thonë që i kryin shërbimin për krejt musliman. Dhe më thonë, edhe çdo rast që ka pas tani më ka thirrë ta shko merre filanin aty ka ndrojet, shkojsha e kryesha. Tani u interesoj që thash, diqysh edhe shqiptarët do të më ngre pak më shumë, se unë kam qef për popullin tem me kontribu. Se para se me bo këtë punë, gjithë jam kon aktiv për popullin tem. Atë jam kon kryetari i shoqatës tonë atje në Singen, ku jetojnë qytetin, edhe e kena përfashu shqiptarinë edhe Kosovën gjithmonë me valle folklorike, që më kon vallëtare edhe në për emisione, në për koncerte edhe ndryshta. Edhe gjithmonë kom pas qef për popullin tem me bo diçka. Se në vetë jam shumë krenar që jam shqiptar edhe jam lind në Kosovë, nëse jam shku si i ri në Gjermani atëherë, po prapë gjithmonë zemrën e kom këtu edhe shpesh vi në Kosovë. Dhe thësha diçka do të me bo. Tani thësha qysh me bo reklam, se në punën tem, tash është kërgjë shtije me bo një reklam, me thonë, hej, unë po bëj gjenaze, dhe është pak e ronë. Edhe dikur menojsha, provojsha disa sene, po nuk e arrita qatë qëllim. Dërthinën ten mërëm dhe shpejt, gjinja, po për ma largë, për më hapë, po kun kërgjë problem, edhe menojsha, qysh për mi kap krejt shqiptarët. Edhe më lindi ideja, thashë, gjdo shqiptar, ose të thëmë 90% e shqiptarëve rrinë TikTok. TikTok-i për momentin është numër 1 për shqiptarët. Ata shka bojnë të nditën, veç rrinë të këshyrin e shrim videot, thashë, pra, për duf ka diqysh mes TikTok-it me kap. Ama nuk dojshë me bo veç një farë spot e reklame që bojnë tonë, për dojshë pak ma shumë me të regu punën tem. Ja spjegu, jo veç me bo reklam, po me ja spjegu se qka po bëjone, kush jam une dhe qfa punë e bëj. Edhe ja nisa tani me bo videot, në fillim njerë e bëjshë në gjuhën gjermanisht, po aty e pas se është ma shumë si video për TikTok ma shumë, atë veç që këshyshin edhe shtyshin, ama shqiptarë nuk e kuptojshin, s'po dishin qka ka bot. Tani dikur thash, du të mja nisë edhe shqip me full. Edhe mja nisë me bo videos shqip, e kuptu në krejt, plus bësh kur peshat që shkum viral videos. Pa e prit, atë në pa një qëllim të kishë, së në tek e fundit veç që i kalzaj qëra punë e bëj. Po, a ke mendu që të tjenë ato video virale, apo... Jo, me thonë drejt qaqë... Ke prit ndoshta mas shumë kohë që do të ta bësh këtë punë, me qenë se ndoshta edhe për disa persona janë video të frikshme, me qenë se vazhdimisht nuk është se dalin kufomat, tamam fytyr, po pjesë të kufomave, edhe për cilja tyne, me të vërtet janë video që për dikon janë shumë shqetësuese. Unë po them sot kur bisedova me një kolegë që thash e kam të ftuar në emisionin, thash këtë personin që bën transportin e kufomave, unë tha, o zot, tha, a ki frikë me intervistu atë person, do më thonë, janë njerëzit që kanë frikë nga kufomat edhe nga videot të ndryshme, po me gjithat të ka jetë shumë mirë dhe falë që e bo viral në për TikTok, besoj që edhe punat ka jetë mirë. Po, shumë e vërtetë. Pe që më shku tani viral, se kanë marrë gjinja vesh që pe bëj qëtë punë, automatikisht edhe thirrjet kanë ardhur, edhe ka urrit puna.
Se qojt dhe shpesh bëjnë gjinja hajgar ose është një fore që edhe dikush sonë nimo për mësume që atë vërë thënë ti lutesh me dek dikush. Adin, është një fore hajgar, po jo me menim të keq atë diçka, po ma bojnë këtë Shpesh thojnë edhe për hoxhallar. Po që ta, ama unë gjithmonë them, unë nuk lut nëse s'kam nevojë se vdekje ka çdo ditë që nuk i keni ide sa persona në ditë vdesin. Adin, unë them, unë veç lut në më thirr, nëse dikush do të më bëj këtë punë. Sa bën dikush tjetër më mirë bëj unë, adin si hajgare, adin se më lut nuk lut, ama veç po bjem fjalë. Edhe ja ka nis tani më rrit puna dhe jam shumë aktiv edhe bukëshyrit me kry krejt me krenari. Edhe që ta për shembull që dikush tutet, ka njerë kam edhe vish mu afru dikojnë, njëherë nështë se din kush jam ose çka bëj, si të lexon kombi për shko ik. Në njerë i ka kom të dhe hecë, ose që shtë njerë është një sen shumë hajgare. Ja pa ta dhonë babës tem busin, se ta ka më shku shpejt me marrë diçka, unë isha i lirë, thash po merë busin, çka krye. Tu shku me marrë diçka, e ka pa një shok, kësatet rrugës, ta ka e ka shkanë, që të gjithë si shikina shpa, anë hajde hypse të qaj dhe aty. Aj shoki i moshon, se baba, hypën kjerë, të shku, këj kombi ku e more, ta është idealit për punë ka, po qëfar punë e ban këfoma me të. Me që të bësa, po, nale, ti ka hi një frikë, ta marë së gali, nale me njerë, që atë në rrugë, tha dulja, se qash që i ka hi tuta, din. Edhe, ama, po thamë, unë i mësu tash. Valjan, po më intereson, në momentin që vendose me punu këtë punë, familja se pritën, përkrahën këtë drejtim? Po, më kam përkrahë, nëse tash prindi, njerë thaj që na s'ka punë tjetër me vua, ama, ata kanë, ose familja jam e dinë se kur ti kapnë në një sen, si punë, si sport, si gjdo sen, kur ti kapnë në një sen, e bëjnë janë 100% ja heq. Edhe, unë të ke fundi thash që unë vete kumë pasë se keqen këtë punë ka. Kjo punë është 100% punë halas, unë veç mirë bëj. As nuk e raj kërkon, as nuk ja shes dikujnë e diçka, qka adin se vynë, ose po unë momentet më të vështira jam aty pranë familjes. Edhe mundona me ja letësu gjendjen, e me ja kry qatë punë që ata kur të më rinë Kosovë, kur të vjen punët e vorrimi, mos me pas ata asë një farë shtresi ose një farë të lashe që kam prua, që kam bu. Po krejtë unë ja heki qatë sen. E për që ata pej fillimit familja ka thonë, oke, nëse je i sigurt, nëse mund me përbalu, bëne. Gjithmonë, unë vetës edhe kom premtu familjes, po edhe vetës kom premtu një sen që thaj që në qatë moment që puna jam, më dikën mu si person negativ, e lo këtë punë. So nësë po kam qatë mu, se kjo punë pozitiv diçka nuk ka. Me njërë që ka shohën edhe që ka bëj, se ki punë me të vdekur. Edhe jo veç rastet leta që dikush që vdek normal, pej moshës e diçka, po ka njerë ka edhe rastet rana, me fmi, me vrasje, me telefarë, dhe në vetë jam babi, i kam 3 fmi, ka njerë po kam raste që fmija në mosh, fmijës tem, me kam dur dhe automatikisht kryt, janë një psikika, mund më kam fmija e jëtë, po më thonë me kam qash psikikën e fort, edhe më me probalu që ato sene, edhe kom thonë, kur qëka në shpe, e nali pullën kry, dhe thonë, oke, tash e kom kry punën, edhe jam apet qaj njëti person që më konë gjithmonë edhe pozitiv, edhe që shtu e presin edhe për mje, so një gjithmonë, edhe para se me bo që të punë, më konë një njeri pozitiv. Edhe kom qepë me një qaj njëti person, edhe për që ta, amo tash që mësu edhe, të më thonë nuk kam më problem. Valjan, sa përfshihesh emocionalisht në rastet tilla, me qenë se e ceke kemi, do më thonë, kufomat ndryshme, ka edhe kufoma që e ceke që janë moshatar me fëmijët e mi edhe nuk ndjehesh mirë. Sa përfshihesh në këto raste dhe sa ndikojnë, me qenë se ti tha që unë kur shkoj në shtëpi jam krejt okej, po besoj që kur ka raste tilla, nuk besoj që kaq let e te i kalon. Shumë e vërtet. Po ndoshta e mban për brenda. Unë jam një person se edhe
Përpara gjithë kur kom pas sfida të rana në jetë, unë gjithë për veti kom provallu. Unë më nësha mos me qitë jashtë, me më pa për shemë familjes që jam i mërzitshëm, por gjithë kam qef me nejti fort edhe para familjes. Edhe normal që më nikon edhe ka telefon rasti, historia e rastit ka njerë është më e ranë se sa vetë kofoma. Se më përthom me kofoma tash dikur jo mësu me pa. Ama ka njerë pse ka ndodhë, është shumë interesant ka njerë edhe normal që edhe mu më prejk, edhe mu lot ofre i kam, po në qatë moment i thom vetës, nëse unë tash bona i dopt, qysh me një familjare Çka presin nga? që kom përballë, çka presaj për mje. Ai po çata më thirr. Ai më thirr, mja lehtësune, mja hek qatë mërzi. Mja hek që me ditë që ndort, domethënë ai personi me ditë që ndort mia është tash i sigurt ai personi. Sonë çdo rast që e marr, unë e bëj se më konë familjarë jam. Pa më parasysh anja se një gjithmonë me qatë njëtin qëllim shkoj që është i jami, edhe me qatë respekt. Edhe sill në qash, edhe sonë edhe i pastroj kufumat, mashkut bjen fjala, për një fetare islame, edhe i pastroj, edhe çdo kufum me bëj si më konë llavi jam, baba jam, gjysh jam, edhe në më thonë më konë i afër i jami. Edhe po që ta mënona gjithmonë më nejti fort, edhe nëse shë se një rast tash tepër më vjen afër, ose se tepër më vjen nga zemra edhe që nashta për në me kom nashta në qatë moment problem me përballu, unë si të krypunën dalë mirë na me sport, që sportin e kam ilaq, familjen e kam ilaq, fëmijën e mirë na me ta. Edhe qaj tani më nimon me përballu atë veçanën, me një anë tjetër edhe mi ka qelë sytë kjo punë, se ku të ki çdo ditë vdekjen para syve, ti pak me nëna dhe... Pjesën tjetër e shijon maksimalisht sikur se me qenë dita e fundit. Po, çaja është. Edhe automatikisht i rrin gati familjes më ndryshe. Përpara për shembull na shqiptarë, a be mërzull kur gjë zbohet, a den mia për shembull. A be se çton. Amo kanë ja kam raste që me çfarë arsye desin edhe fëmia. Unë tash kam një frikë më të madhe, edhe rri më afër fëmijëve ose jo vetëm fëmijëve, po edhe personat të mëdhaj, e rri më afër se e di se sa shpejt mund me përfundu jetën. Edhe nuk e shoh më jetën si jetë normale, s'po di çmë sa shpjegoj që është E sheh më thellësisht jetën, jo përfaqësore, po domethënë e sheh që çdo ditë e thash edhe parë se do të jetu si me qenë dita e fundit. Përpara thashë, jo be unë i ri jam kom edhe 40 vjet, 50 vjet, atë se më tash kur të shoh se kanë në çfarë moshë ndrojnë jetën, se unë gjithmonë them, okay, sot më kon dita e fundit, kush më garanton, atë. E po që ata më kanë ndryshuar shumë sytë, domethënë çu shë jetën edhe çfarë si person, çat pikë jo ndryshu pak, po ama pozitiv. Atë për vetë të them pozitiv. A mendon që kjo punë ka bo më të fortë, ka jep energji më shumë? Po. Shumë më shumë. Shumë më shumë. Është nashta paradoks, po mu çështo është edhe dikush prishet, se edhe kom pas edhe thjesht dorëzohet, nuk ka vullnet me vazhdu jetën tutje. Kom taku shumë njerëz që edhe jo mënu me bë këtë punë. Edhe ju ndërzu shpejt. Se po them, ato vdekjet normale diku mësosh. Po kur ti ke vdekje matrona, vrasje ose fëmijë ose ndeshje, ose se kanë njerë dhe nuk duken edhe çish don kufumat. Edhe ajo është e rëndë, tani lun njeri. Po edhe kanë njerë dhe lun jo puna kufumës, po edhe puna familjarëve. Se ata kur ti shet që shën mërzitshëm, po lotshëm edhe normal tani që djan ofër ka zemër. Po them nashta vetë që kom përjetu çato humbje, edhe e di se çfarë momenti bëhet për familjar, është, unë në qatë moment gjithmonë them, unë ju kuptoj. Jo vetë se është fjalë, po për me të vërtet ju kuptoj se vetë i kom humb. Edhe vetë e di se në çfarë momenti, në çfarë stresi, në çfarë mërzie janë në qatë moment. Domethënë i kupton gjithmonë familjarët momente tilla, nuk diskutohet se po më intereson ti ceke që bën edhe pastrimin e kufomave.
ka shumë raste kur sjellin kufoma në Kosovë. Po. Edhe arkivorja është i mbyllur hermetikisht. Po. Edhe thojnë nuk bën mu hap fare. Po. Pse? Është që ndoshta është pastru edhe mendojnë që bëhet kufoma e papastër apo cila është arsyeja? Kjo pyetje është jo që nuk bën me qelë, se ti ki drejt me qelë arkivolin. Po nëse më qelëm hermetikisht e bojnë edhe me një arsye se varet edhe që shukon vdekja. Nëse ka një vdekje për shkak ndeshjes ose vrasjes ose aksidenti i rënë, na e shohim se çfarë gjendje është. Edhe është një gjendje kanë i treshtuar pamjet. Edhe për që ata dhe thojnë na ma mirë mos e qelni. Dhe gjithmonë e këshyri edhe thëm ja qelni, ja mos e qelni. Se nëse mëj me ndreq në qatë moment ku foma të bëj pastrimin, nëse ftyra për shembull është në rregullt, amo tjerat pjesë nashta jo, amo ftyra po, unë e pregaditi që më konë në qefen e pështjellë që vetëm po fyrë, atëherë thëm po, mundi me qelë. Amo nëse edhe ftyra nuk është në gjendje normale ose është në gjendje trishtuese, atëherë thëm hej, nëse më gani mu, ma mirë mos e qelni. Ma mirë se mane qatë person në kujtim që shi keni njoftë. Se pamja e fundit, kom ju me gjithmonë kry. E vërtet është. Në qatë moment që të shenë në momentin e fundit, gjithmonë kom e të metë në kry. Kur jemi këtu të pamjet e kufomave, me qenë se ke kufoma ndryshme që ka aksidente trona edhe si që këti mundohem që të paktën ftyra tjetë edhe ta kujtojnë me atë ftyrë. Besoj që ke pas ndonjë rast shumë tronë që ndoshta e ke pas problem edhe ndoshta me pregadit për me pastru edhe për me sjellë në Kosovë. Ki ndonjë rast që akoma e kujton që ka qenë ndonjë aksident i rënë apo ndonjë moment i vështirë edhe për ty? Po, ka pas disa raste se shembull aksidentet tjera kanë njerë janë qatë shtrona që prishet krejt trupi, ftyra, ose ka pas aksidente me tren që ka shkel treni personin, ose aksidente që u kall shtëpia për shembull dhe djeg trupat. Ato normal që tani kush son e përballon ato. Na që e bojna këtë punë edhe për neve bëllëran, se na nuk jem persona dekt mrena, dhe na kem ndjenja, na kem zemër e shpirt. Po na në qatë moment do të më konë profesionista. Unë gjithmonë them që ashtu. Në qatë moment do të më konë ma i fortë për tombe. Se dikush do të më po këtë punë. Edhe nëse unë e shë që është e trishtuste, edhe unë me prejkë dikon nashta ma ranë, unë e thëmë mos e qeni. Se me të vërtet mund më konë, mund me talu psiqikën në qatë moment. A ka pas raste që ka pas lëndime shumë të mdhaja në ftyrë dhe ndoshta nuk ju ka leju familjarve as ta shofin, më thënë ashtu në atë gjendje të ronë? Po, ka pas disa raste. Ka njëherë, ka dhe familjar që pa tjetër do me po. Edhe që i preferoj mos e qeni, mos e këshyreni, se nuk mund e përballoni. Po ka njëherë dikush të ja pa tjetër du me po. Thomë, oke, nëse do me rreziku është mendimi yt, atëherë ja mundsoj, po e tani masane ka një edhe bim pishman, pse kam bu, pse kam po unë mënuna gjithmonë me thonë, hej, ma mirë jo. Se unë nuk jam në pozit më ndalu dikoj në diçka. Se prindi o prind, ose një o fmi, atë në qatë moment është i drejta e tina, nëse dëshiron, nëse pa tjetër do të një qelë. Ama unë e kom qef me këshillu, me thonë pse mos me bo, pse mos me qelë, ma mirë me majtë në kujtim që kanë njoftë. 90% ngojnë, edhe thonë, oke, mirë, tjedi ma mirë në regull, ama ka dhe një 10% që se thotë, ja, pa tjetër du me po, të një ja e përbalan, ja i bjen pëshmën. Ka dhe, ku pas rase edhe bas 2-3 vite, më kanë thirë, më kanë thonë, hej, i kom ra pëshmën, hala për mjek, qaj e pamja, edhe se nuk ka letë. Unë, për thomë, edhe mu ka njerë, unë për cilin pamjet, ama unë e di qysh me përbalu.
edhe që mi punu në kryt tem që milon dikur anësh. Se mi harrusu në harran, ajo është fakt. Edhe unë shumë rastje i kam që si harraj, ama di me përballu, ose di me menagju vetën. Po mos me melon afër zemrës. Me qenë se ti e punon këtë punë, si pas teje, çfarë këshilla ju kështë jep të gjithë familjarëve, gjithë ata që ju ndodhin raste tilla, në qoftë se e kam fjalën është vdekje normale, edhe pastrohet kufoma, domethënë pastrohet edhe mbyllet hermetikisht. A kështë thonë që duhet prap me hap kufomën apo jo? Po, unë thëmë po, se është e drejta e tyne. Se dikush në qëtë më se ka pa, ka që më përshëndet, ka që më dhonë lam të mirën e fundit, po. Ama një këshill që unë kam qef më dhonë të gjithve, kudo që janë, është s'pakti me folë njëherë në rrethën e familjes, njëherë për temën e vdekjes. Sidomos na shqiptarët, nuk kemi qef me folë për vdekje. Nuk e mendojnë fare. Jo, edhe e kemi nashtë edhe një tutë. Ose nuk e di nashtë, sa dhe përpara, para se me përshpunë, po deri sa nuk e diskutojnë si temë, na e kemi frikë. Po për që tha, ama pse unë po thëmë këto? Se veti kum pa, se ka pas shumë raste që edhe familjarët jënë prish mes veti, për shkak rasti që ka ndodhë. Pse? Vjen kjo, thot, do të më vëros këtu. Tjetër të ja, ama neta ka pas më vëros këtu, në Gjermani. Kjo tjetër të ja, në Kosovë. Kjo tjetër të qështu, kjo kështu. Pse se si marë për para vesh, heq, nuk e di nësë qëfar ameneti ka pas. është një pika, dhe një shambull, ama dhe shumë sene tjera. Ose në fund për paren, ashtë për amanete, për sene, që unë tonë, si cilë edhim në ashtë ma mirë. Edhe për që pëse se s'kam folë kur për këtë tim. Për që ta unë një këshillë e jam, gjithmonë ullëni me familje, vish një herë, bele, vish me të ofrëtit, me lasë një motra, kretë, vish folin një herë, nëse desti, ku do më vërus? Laksoj, shala, ama nëse desti, vish kalëzëm të di, bele, une si djallë, si prind, si të di... Jo nesër mu kriju problema, jo. Për që ata, mos më prish familja, për këtë kuptime, ose për mos ma veshje. Për që ta ma mirë, po këti bele një herë falni, edhe shala është lakë soj punë, edhe shka hala shumë vite, shumë gjatë vite, po me bo me ndonë nesër, qka bo tani? Kush e merë për gjësim? Krijohet një problem tjetër. Veç që ata, po thëmë pej përvojës, se kum pa, është gjithë më mirë s'pa këti bele një herë me folë. Me ditë që amanete ka qaj person, ose që dikush të ja du më vëros me arkivoj, dikush pa arkivoj, dikush në bas feje, dikush pa feje, atën du të më vesh. Valjan, ne e dim që transporti nga diaspora në Kosovë begje është shumë i kushtueshëm. Sa arrin me përballu këto, apo si shkon kjo procedurë, më thëmë pagun shtetin cilin ka jetu personi që ka vdek, apo familjarët në Kosovë e bojnë pagesën? Shteti, me thënë drejt, nuk në mën atë fort, barët është. Qysh ka jetu ai person, është po flasë për Gjermani, nëse ai personi ka jetu me socialit, do më thonë që ka marrë, si s'ka punu, ka jetu me parët e shtetit, atëherë ka mundësi që shteti mund mja letësu me mbulu do shpenzime, se s'ka pas të ardhna. Amo, ata aty kontrollojnë tani hinë fell, kontrollojnë a ka panu ai person që ka deka ka kontribu për atë vend. Jo, po dhe familja e ti. A punon dikush për familjes, sa të ardha i kanë, sa... A mundin me përballu vetë, me bo atë financë vetë, a janë për minimu. A ka pas në kësi raste që ke bo transportin e kufomave edhe nuk tu ka bo pagesa? Ka raste më jufë shumë. Nëse janë të mirë na shqiptarë që kemi, na sa për me qumë mirë, na se cilë e këshu punë dhe veta, adin. A më bëbo me dodhë raste i vdekjes. A ndodhë edhe kësi raste veresi? Ndodhë, po ndodhë, ama dhe atë une këshyri një që kush janë, adin që shkanë kushtet, e sene, në shambull,
Me ardhë tash me një kërë luksoze me ardhë, e me thonë jo s'kam pare, aty nuk përputhet. Atë dhe une... A ka pas raste tilla, po më intereson nëse e ke sjell një kufum në Kosovë, edhe ndoshta ti dosh mu prit shumë mirë në atë formën, çfarë punë e bën, edhe ndoshta mos më ta kryj pagesën, me thonë një ditë tjetër apo. Po ka ndodh, po është, unë jam një njeri besueshëm. Atë unë kam qef me besu njëri. Ai që më thirr edhe ndoshta është edhe një sen keq për mie, se unë kam qef me besu njerit, edhe nëse ma jep një fjalë, unë kam qef me besu në fjalë. Po thëmë, shumica e kanë majtë fjallën, po ka pas edhe raste që ndoshta se kanë majtë ose më kanë manu ekstrem. Unë nuk jam kompanie madhe. Atë unë jam hala në fillim, jam i vogël, si me thonë, ndoshta më krahasu me tjerë ose diçka. Unë e kam punë, e kam buk që të punë, edhe në majtë që adhone diçka do të me përfitu për kësa punë, se e kam vendos me bo punë, unë bëj bamirësi plot, ama jo që tash i bëj krejt veç pa pare, ose për mos me fitu diçka. Ama unë edhe këshyje gjithmonë me majtë mesatarin. Jo mu pasënu tash me punë, se do e shpërdojnë edhe për të keqe, vdekjen, se menojnë se nashta aty ka pare edhe të shfrytëzojnë për të keqe, ato nuk bëj se i tut në Zotit, atë vetë jam besimtar. Po megjithatë ka përfitime të mira. Ka, nuk është që janë të këqija, ama unë edhe nuk është një punë e lehtë që mund ta bën. Po çfarë po them se dikush do të më bëj këtë punë edhe rrallë që ka njerëz ose nuk ka shumë njerëz që dojnë më bëj këtë punë. E po që tha në që edhe paguhet aq. Ama unë po them unë për veti them, unë du më bëj këtë punë me fitu diçka, ama jo më pasunu në ekstrem. Pasuria e kam ma vonë, unë që ashtu menoj, nëse jam të bu për të mirë, për Allahun edhe krejt, unë menoj, pasurin të me menoj ma vonë, e jo që tash. Normal që du me mbëllu shpenzimet e mija, me majtë familje, me siguru fëmin për të ardhmën e krejt, ajo është kuptohet, si cilë që del me punu. Ama unë kam qenë me bu punë halal, edhe për që ta ai që e bën të keqen, ai e bën për veti. So në gjithë më ndonë qërë ti, nëse nuk e pagun që ato pare, unë nuk njeki. Unë nuk njeki, ama veç i thëmë dije se ti qatë person, babën, djallën, vlaun, kushto që është, ti e ke poros me borgje. Që shto i bjen. Edhe borgje është haram mënyrë vërimit. Se kur të vërën do të mja falë borgjen, ose me thonë, edhe një kala, në qatë moment, nëse mu nuk më pagun për mundin tem, edhe në përsene, ti e ki vëros me borgje. Në këtë rast, a ka dikush që nuk ta ka pagu akoma borgjen? Ka. Kanë shku vite? Kanë shku vite edhe... Qëre, ka dhe raste që jënë zhduk njëst, adën, se qëtu të më thonë, hajtë se e bojnë, qëka me bojnë? Thamë, elhamdulillah, që në është e mirë jam, se që nuk ndodhë shpesh, po ka dhe raste që i kom pasë për një mes kam pasë personët se familjarët ju në konë të varfën shumë, edhe s'kam pasë, edhe i ka ndodhë djekja papritur në sene, aty përnoj edhe, ose e bëj me shpenzimet e mija. Të më thonë, ka raste tilla që pa pagesë ke bo transport kufumat? Kom bo. Ama e bëj për shpirtin tem, adin se më dhimet në qatë moment, nëse për në me e shoh që është të vërtet. Po. Adin, edhe në fundit, zote mas mirë, a e di mas mirë, ja, o konë e vërtet asë o konë, ama unë e mënonë. Në rëndësi ti me njëtë mirë me pas. Me pas që dikush do me shfryzu qatë moment, me thonë, hajtë, jo, s'kam, ama, po thonë që tash me vjen me kërë luksës, e thotë s'kam, nuk përputhet. Adin edhe, aty unë... Pa i shqiptarët krejt kjerët i marrin rent edhe krejt me kredia. Ta edhe që tash në rast në vdekjes në shqiptarët jemi të fort. Pse? Se kështu me një mund njën tjetërit. Me bo me ndodhë në rast, edhe nëse jeti një person që ke pas shoqni të fort, ose jo të fort, po ke pas shoqni ose i konë dikush që i njohën ose diçka, tonë qonë dhe thonë, hej, vinë të familje, a keni pare, a kem nevojë, ose mbledhen, pa e ditë familjarë në ashtë të heqë. Edhe më thinin të hej, me mu më krye pagesën, mos u merr me ta, adën. Ama dikush që në ashtë
Bashkë ka nevojë, Po. nuk organizojmë. Që atë është, edhe që atë unë vetë kur të shohën, këshyre, se jem edhe i lidh shumë me plot xhamia në Gjermani, me xhamia shqiptare. Edhe nëse ndodhin çasi raste, i kontaktoj xhamin, them hey çore, e kemi një rast që nuk kanë kushtet Po. për me mëlu, a mujna me bo diçka. Ata në dhone automatikisht edhe nuk këshyre me fitu tani dhone, me mbledh para dhe me fitu, jo. Edhe unë tani e bëj, bile mos me pas shpenzime, edhe bile shpenzimet më mbëlu. Edhe nëse fitoj që për me ku gjojq, fali koft. Ama bile mos me mja letësu, me bo edhe pak kontributin tem, çka moj me bo e bëj. Valon, po më intereson gjatë tyre kohëve, gjatë kësaj periudhe që tash po bën 5 vite që bën transportin e kufomave. Na tregoni ndonjë moment të vështirë që keni pas gjatë punës, që ndoshta keni menduar edhe me lanë si punë? Jo, me thonë drejt që kom mendu me lanë jo, ama kom pas ko gjë do përballimit të vështira ka njëherë me do raste që jënë konë nështë edhe të komplikume shumë, se probleme që thash edhe më herët që janë nisi më përzi edhe shumë familjar. Edhe kur vjen që aty puna edhe për mu bëhet rënë. So unë gjithmonë them, unë veç një person në vynë që më drejtu që ati personit. Edhe që shtu më thot që ai person, ja bëj. Ka një herë tani thënë, Kur bën shumë persona bën shumë persona dhe ata vetë tani nuk e din çka me bo, unë bëhet edhe për mu rënë, se tani edhe vanohet, so qëllimi jam është me kry sa ma shpejt. Sa ma shpejt, në qatë moment që kom unë në dorë kufomën, me kry me ena 2 dite, me qunë Kosovë. Maksimum 2 ditë. Normal, barë që shtion donë, ama edhe të njestrit normal e qaj, ama maksimum 2 ditë që më konë Kosovë për më vërosë. Pej që atë momenti që kom unë në dorë. E tani kur të komplikojnë tani familjarët, bëhet edhe për murën. Se kjo thot qaje, kjo thot mos e qaj, kjo laje, kjo mos e laje, kjo pas anak, mes anak, adin tani unë du të më, si më thonë, më pështet gazita dhe me prit që po vendosin. Cila do të qetë përgjegja përfundimtare. Po, edhe që ka njerë edhe e bën shtirë punën. Ama që me thonë që ka ndodhë diçka që e logë punën jo. Po thonë se jam shumë i kënaqur edhe shumica e rasteve po kaloj mirë. Edhe me familjar, po janë të kuptueshëm, po janë, normal që janë të mërzitshëm edhe dojnë me kryen me një më shpejt. Nashta edhe kam përjetu me një kompani tjetër nashta diçka të keqe. Edhe janë djegë, se më thonë. Janë zhgënjy. Po, janë zhgënjy me qata. Edhe tani nashta edhe për mje që shtu njëjtë tutën ose presin, po ja këllëzoj të kundërtën. Më me cek një rast të konë, një rast në jashtë Gjermania, në Holandë, më duket ka ndodhë, unë patën thjerë, qështu ka ndrujet personi, a më nësht me arë, se të kina pa në TikTok. Tash po, edhe në Holandë më arë me kry. Edhe thanë qëre, ama për pages, gjysën të paguajna kur t'vjen, gjysën kur të bjen Kosovë. Thash pse, tha ja kena para gjys vite kena pas një humbi tjetër edhe u konë një kompani tjetër edhe na ka vanu edhe na ka rejt edhe na ka bo edhe s'ja ka bo një javë diçka na ka vanu. Thash mas pari po m'jen keq që ka ndodhë. Thash unë nuk përdu as një cent për para. Thash po përdu m'ja kry punën që me pojo që edhe që na që e bojna me të vërtet që të punë me të mirë, me një të mirë e kryna që shdojt. Ja, gjysën, thash, heq. Unë po kam qef me artë, me kry qëtë rast, edhe me zarë ma dhanë gjysën se së më qajshen, edhe në masi shkova. Ama qëllimja, unë u konë e hane, në hane me në gjesë jëmë shku, në martë me në gjesë në Kosovë u konë me dreke ka në vërosë. Masi tani u kry, tani jarë puna për pagesën gjysës tjetër, ta që ma konë të numën, ja qoha numën, edhe kur pëshë, ta e kryva pagesën, kur pëshë një 1.000 euro ma tepër. Ta shë e i ndërumë, ta shë ki bo një gabim se shumë. Ta jeja që to ekipe neve bakshish se ki dojmë fjallë. Ta krej që ato fjallë që i ki dhonë, na ke premtu edhe i ki majtë. Ta ja, më falë, më Allah tepër janë, ja, ta jena familje madhe edhe kem pas që me në dojmë fjallë edhe e kam vlerësu punën edhe dhe respekt, ma kanë këthy qashtu.
Edhe shpesh ndodhen që si raste, që e vlerësojnë. Ama unë në fund unë vetës e them, po në diçka ekstra nuk kom bo, diçka jashtëzakonshme. Unë veç e kom bo punën tem, se qysh do të më bo normal. Pse kanë tash përjetuar të keq, unë më vjen shumë keq, edhe nuk bën me ndodhë ashtu. Ama unë për menimin tem është një punë që e bëj si të tjerët. Jo diçka ekstra, po si të tjerët. Në momentin që ndodh një vdekje dhe ju kontaktojnë familjarët, e kam fjalën nga Gjermania edhe në Kosovë, sa shkon ajo procedurë për me sjell kufomën, se ka raste që shkojnë me javë, me vonon vegi shumë. Po, unë që thash, në qatë moment që e kam unë në dorë, 2 ditë, i garantoj. Ama pse vonohet me javë? Se u konë vdekje jo normale, po ka dyshim se nashta komprasja, se diçka shteti, policia edhe prokuroria e merr në dorë, edhe derisa të kryjnë ata analizat, s'ki shans me nxjerrë, dhe domethënë nuk ki shans me shpejtësu procedurën. Se ka njerë thonë në familjet, anë atë thirrëm një avokat, tash u atëherë edhe gjyqtare më të madh Gjermanisë, as ai s'u bën sen pa çu prokuroria. Sa ata i vyn ku nashta bojnë edhe autopsinë, atë që e këshyrin. Në çat moment, unë jam tani non stop me ta në kontakt. Se këtë unë jam ky personi që e bën lajmëron. Vetë, çush është situata, çështë, okay. Në çat moment, si të prokuroria tash është në dorë tonë, atëherë unë them 2 ditë i ki. Nëse është në orar të punës, prej të hanës dhe në premtën. Pse se në vikend komunat nuk punojnë në Gjermani, edhe su një kryin dokumentat. Pa i kryin dokumentat që su në bën transportin, që su në qëtë jashtë shtetit. Edhe unë me aeroplan në nisi krejt. Krejt me aeroplan në nisi. Veç nëse një familje thot për shembull ja pa tjetër du në me qu toksor, me kjarë, atëre ja mundësoj. Ama për ndrysh që unë i nisi krejt me aeroplan. A ka ndodhë ndonjëherë gjatë transportit kufoma nga një vend në vendin tjetër, me ndodhë diçka dhe mu friksu? Kush më friksu? Ti. Shambull naj lëvizje, apo diçka që e ke pa që nuk është në rregull. Se në momentin, pra po them ato, në momentin që njerëzit e kanë një lloj frige, kur bojnë transportin e kufoma, çdo herë të shkon mendja mos po ndodh diçka. Ke pas momente të tilla që ndoshta një kërsim apo një diçka ka ndiku te ti? Që Zoti 99% deri sot kanë shku me sukses. Ka pas edhe për shembull një rast të dytë që aeroplani vënu. Për shembull, është gjë normale, aeroplani niset ose me kohë se vënohet, ama vënohet nashta 1 orë 2. Më ka ndodhur një rast që u vënu aeroplani ekstrem, se ka pas mëngjes me mri, edhe deri në mbrëmje nuk ka mri, për shkak nuk e di pse çështja u kon lidhje të sene, edhe familjarët e kanë caktuar varrimin, se në çat moment kur të konfirmoj aeroplanin, i thom familjarëve shpallën varrimin. Se është e sigurt që ka me fluturu. Se në shkojë dorëzojnë në aeroport dhe e ki sigurt që vjen të njestrit. Kur bëhet transporti kufoma me aeroplan, është aeroplani veçantë apo qysh? Ja, është normale. Aeroplan normal me pasazhierë, se ata i kanë venat ekstra. I kanë venat? Po, e kanë venat ekstra, që thonë të koferat, ama nuk jo të kofera, po e kanë ekstra venat që i kanë për kufoma, me ato shkojnë. Ama edhe na i nisu mes kargo, edhe me shpedicione e bojmë. Edhe përshëta që kështë edhe tek, u vënu qaq aeroplani që u duft me shtyja ata dhe vërrimin të njestrit, e familjarët, normal tani, mu gjushin tonë mu. Pse e qyshe tek, qa ke bohe, pse ke bohe, unë më le shkruje, thirë agjensinë, që më një vertetim, se unë e kom dërzu. Unë gjithë më një të përpare dërzoj në aeroport. Valon, e dim që procedurat nga njëherë edhe vanohen, apo aeroplani nuk fluturon, edhe kufoma si bjen me qëndru atë. Kufoma është e gatshme me qëndru për sot ditë, është e rregulluar sipas juve, apo edhe aty në aeroport janë
friza që Po. i fusin kufoma. Po e kanë gjithmonë ku shkojna me marr në spital shembull, për spital i lojmë friz. Ne shkojna e marrëm pej frizit, e marrëm, e çojna e pastrojna te vendi jon, edhe ja dërgojna direkt në aeroport. Ja, nëse bjen një ditë me prit, i kem vet ato frizat ku e lojna, se gjithmonë trupi do të më konë i ftoftë. Me nejt i ftoftë, edhe pe aty të në pe aeroplanit direkt shkojnë të familje. Dhe nuk i ndodh kërgja, aty kush s'ka nevojë më të shtu as kërgja. Se nuk rrin të në konë me një vend nxehtë, ose diçka që më prish trupi. Valon, unë kam dëgju që do me thënë vendet ndryshme ka kërkesa edhe mu djek kufoma, i fusin ato furrat, edhe pastaj vetëm a i hini e mbajnë në shtëpi. Keni pas kërkesa tilla, apo e kryni këtë shërbim? Kërkesa kom pas, ama me kry nuk e kry. So nëse të thash ma vetë jam besimtar, edhe në fejen islame është ndaluar me djek kufomën, edhe për që ta edhe nuk e ofroj këtë shërbim. Dhe se dikush e li pa tjetër, kam kontakte tjera me kompanie që e bojnë këtë punë, edhe ju drejtoj asaj kompanie dhe thëmë qëre se nuk e marrë unë përsipër atë punë, se është një gjina e madhë që nuk du me bo. Në këtë që ka mëjë me bo mënyrë normale tjera e bëj. Pa ma parasysh a je muslimana, katolika, kryesora je shqiptar. Unë ta kry, se kam edhe shqiptar të fesë katolike që kërkojnë me qunë në Kosovë. Ato e bëj. Amo nëse ata se zakonisht veç ata që janë fesë katolike nashta e lypin me djek, edhe nëse musliman nuk e lypin. Amo nëse edhe e lypin ata, thëmë unë nuk e bëj, amo më drejtu me një kompani që ata e bojnë. Se vetë janë nashta asaj feje edhe ata e kryjnë këtë punë. Amo unë jo. Unë që ka bëj, shkoj marr, kryj këtë si për tjertë, e kryj transportin deri të shtëpia e katolikëve ose fesë ndryshme. Do të thonë, ka ndodhur edhe fe tjera me kry transportin e kufon. Po shembull, procedurat e tyre si kanë nuk i kryjnë apo vetëm e sjell kufomën? Procedura është njëjtë. Edhe për transport, për me shku me marrë kufomën, me përgatit kufomën, krejt është njëjtë. Përveç se pastrimi i muslimanëve është pak ma rituale. E të ata e kanë ritualet e vete, edhe i thëmë familjarve, nëse ju e keni do ritualet që dëshironi ju, mënim vetë me kry. Ose i thira aty në vend, ose i abi në Kosovë, edhe i krynë këtu. Ama nëse janë pastrimi më i bëj edhe për një shqiptar që është katolik, se pastrimi o pastrim, ama nuk e bëj mënyrë rituale, me regullat të fesë islame, po e bëj veç pastrim si me la, në tush, si me bo një pastrim normale, veshët, ama nëse ta një lypin për shama me shminkat, ose se ka një ka dhe do që shminkat i sene, edhe aty kom zgjidhje, se edhe aty kom kolekt që i bojnë ato sene, aty unë nuk e bëj, ama ja kryu, nuk më mënuna që me ja kryu, që më dali knaqën në gjitha aspekt, ama transportin e bëj për të gjithë, deri të shtëpia në Kosovë, kudo që jo veç Kosovë, për dhe Maqedonia, Shqipnia, në tëna anë, ku të ka shqiptarë, ku dëshirojnë, ja kryo në shërbimin. Boni një punë të jashtëzakonshme, me të vërtet të përgëzoj për punën që e bën, po njëkohësisht për energjinë pozitive, për vullnetin që ke shumë të madh, ku e gjen gjithë këtë energjie, me qenë se pavarësisht punës që ne po flasim deri tani, ju merrni edhe me sport, me boks, ku e gjeni gjithë këtë motiv, gjithë këtë energji që të dyja paralel mos t'i ndani asnjëherë. Se të njëjtën kohë keni edhe disa video, domethënë sa i përket boksit në TikTok, po kryesisht më shumë të punës. Unë edhe para se me bë këtë punë, gjithmonë që thash më ardhi unë konë një njeri pozitiv, edhe është me shumë energji. Gjithë të njëtën kom bo sport, so me boks mjena, ose me sportin e martial arts, se me thonë mjena mati, që 20 kusur vjetë e bëj këtë sport, për para unë konë kickbox, shumë aktiv, kom bo shumë meqe, para se me hiksa punë, kom bo shumë meqe në kickbox, dikon 65 meqe profi, edhe kërja ka njës pandemija atëherë,
u duhet njerë me poshu, po që aty edhe vendosa me lënë sportin komplet. Se kisha pas do lëndime, tani u martova, u bënë fëmija, ja nisa kësaj pune, besnisi, edhe e lash komplet njerë. Një 5 vite që është pa sport, edhe e pash vetën se nuk jam njëri që më nejt pa sport. Kër të bën të njëtën me sport, kër të mirësh për të njëtën me sport, dikura ta lyp trupi. Edhe një shok jam më ka motivua apet më këthy në sport, në boks tani, edhe e motivua vetën, më këthy apet në sport, edhe me dhonë një farë motivimi edhe tjerve që edhe në mosh temë. Se unë jam për boksin, unë jam në mosh 2 vjetër, se tash 38 vjetë i kam edhe tash ka fundi i bjen, dhe më dhonë sportit, a mëne nuk e një vjetën si 38, po e një alo vetën dikun ka nashta 28, që të dikun se që shtu ku majt vetën gjithmonë fit edhe aktiv. Ndoshta 20. Dhe nashta 20, jo, basta ka njerë për një do, dhe im vjen trup që me 20 si kom njoftë, ama është qështë të mam vetën. Unë e më vetën edhe me ushqim, i runa ushqimit, këtë jam pregaditje shumë, edhe kam një pozitivitet gjithmonë mrena vetës unë, as nuk e mirë që shaj, as nuk foli fjallë të këqia, ose për dikën keq, ose diçka, po gjithmonë këshu me bo një bësqeshe njeri tjetërit. Qësë si tip jep një energji pozitive. Qësë edhe me akadzu se gjdo sen që kam dënë me arrit, mënësh me arrit. Veç dush më konë disciplinu. Se dhe unë pëtëm kërë këtheva apet mas 5 vite jënë kohë gjatë, i pjenë se i dalë komplet për i forme, edhe jënë pas dalë për i forme komplet. Unë kërë janë njësë apet, janë 1 vjetë të dofë më pregadit, para se me hi apet në ringë, të dofë më pregadit një 20 kila, të dofë me hek apet se patashtu me ko, edhe ajo veç mëndesh me bon me disiplin dhe me motivim. E që tani më ka këthy, edhe qatë kohë që e kam, se ka njerë edhe shumë shtirë me gjithë kohë, se kërë kam plët raste për njerë, është edhe shtirë me gjithë kohë, po tek e fundit e thëmë vetës, hajtë 1 ora, 2, gjithmonë më një gjonë. Të shpia e kom drejtë që për drumën e kom bo një dhomë për stërvitje, që edhe nëse s'kom ko me shku në gjëm, e kom belen shtëpi që atë, edhe kërë të kry, ka njerë më bjen 16 orë jëm rrugës, e normal, kërë më rripi du me flejtë normal, po edhe që atë thëmë, hajtë bile një gjysore, bile diçka trupi me një që, se veç më vëllën të nditën. Që ato sheqerna që i konsumu gjatë ditës me hjekë. Se edhe diku lodhët e trupi veç të vozit, se adin sonë kërë përshkaj me shumë kilometrë ka njerë për bëj ka 3-4.000 kilometra njaftë, adin, se për mbjen me shku këtu, pe aty, këtu, edhe në ma që edhe trupi lodhë, për që edhe është e rëndësishme edhe me jep trupit edhe pak lodhje me sport. Se ta balancën. E që ajo po ma. Po jetë duke u pregadit për gara tutje, apo thjesht vetëm me majtë për gara. Se one tash para 1 viti ku ja kom nisë apet, para 2 viti ja kom nisë më pregadit, e para 1 viti e kom nënë debyn në boks profi, që jëm dalë pe kickboxit në boks, edhe tash i kom bo, mërëna 1 viti i kom bo 6 meqe dhe që tash, suksesh me 5 i kom fitu veç një humbi me pika, edhe tash jam përgatitur për meqen tjetër që kam edhe 3 javë atje në Gjermani, edhe po mundon me net non-stop në formë, sa dal pa lëndime për qasë, me njerë një tjetërën. A është sport i rrezikshëm? Pa i mbarë që është Krejt punat, edhe punën që e bën është punë jo e zakonshme. Sporti që ashtu, të sporti sot ka përkra familja? Gjithmonë mirë. Papa gjithmonë mirë, se në mos baba gjdo meq gati o konë gjithmonë mas meje. Po kanë qenë familja ndonjë meq aty kur ti ke humbë dhe je ron nga kundërshtari? Një sen interesant të onë është që deri sot, krejt tonë ato meqë që i kom pas, kur nuk jë mërzu kohë. Kom kry që keqë që thojnë ta djertë, nuk mund me hongër shumë boks edhe shumë sjellje, edhe për që ta dhe kom emni në boks, e kom emni Lionheart, i bjen Zemë Loan. Ma kanë gjitë fancat, se thëshin ti kos për dërzosh. Se më të vëti, unë normal që kom hup me pika, ose nështë për shkak në lendimit të dof me ndërprej meqen, ose nëse për para në kickbox për shemë qa kryt për shkak bryllit, ose sjell me kam,
atëherë mjeku e ka ndërprer meqin, ama jo që më rëzuën që kom flejt, ose atë më thonë që ka ra qatë shumë ka o, s'ka ndodhë kur, edhe për qëta edhe kur s'ka ndodhë që familja kërë në kom pranë me hupë. Në krejta të humbje që kom pas për parë në kickbox, që të humbje në boks, u kom që s'u kom familja. Se sa herë është familja këto, kom një këtë tjetër vullnet edhe një tjetër energji, edhe s'guxoj me hupë. Valon, a është e vërtet që thonë krejt njerëzit që merren me boks, Po. e kanë hunën e thymë? Krejt nashta jo, po shumica. Edhe unë e kom pas 6 herë thyme të hunë. Unë tash nashta nuk përndikohet, ama se kur ja nisi pandemia që tash, kur e lash kickboxin, ku më thonë, oke, se në punën, ku gjë, thëmë, 6 herë u konë thyme, edhe kom s'mu qas me marë fryma me hunë. Edhe gjithmonë ku më thonë, sa t'jam aktiv, s'ko me ndreq hunë, se s'u mvynë. Qatë momentan kur e nisi pandemia dhe kur e thash, kur e vendosa me lon kickboxin, e kom ndreq edhe hunën, se u duft pa tjetër, se s'mu isha me marë fryma. Edhe pse në atë gjendje, Po. asnjëherë s'ke mendu me hjek dorë nga boksi. Jo. Po në pëthamë, sa t'jam aktiv, s'ka me bo, edhe tani kur e përfundova karierën, normal, e ndreqa unë, tani dikur, mas një 3-4 vite apet u motivohë më këthy, edhe kur dhe sa s'u ka shku mendimi që më e prishi apet ose diçka, se kam nuk dertë. Se qatë, na boksiera kështë është na pak ma ndryshen në kryo, atë na nuk e shohim si nashta dikush tjetër që se bën këtë boks, atë na nuk i tutëm dhimbjes, që është pjesë e lojës. Në qatë moment edhe sënim, atë kur t'jom në meq, në boks, tonë ato sjellje, ti nuk e nisi dhimbt. Po knatësi. Po, shumë është një sen interesant, çdo bokser mund me vërtetu në ashta, ama është ti nuk e një ndhimjen, për masanej, një 2-3 ditë e një ndhimjen, mas meqit. Ama unë për vetë, se kom bo shumë sporte, dhe unë për vetë të thamë, futbolli është më i rrezikshëm se sa boksi. Se boksin të ashta në ftyrët, ndikon pak e sen, edhe në barë të që boksash. Se në të ti tash ton konë vesh me krye mbron, dhe më thonë, mbron boksat, në maj që dikur e trunin, për që ta ndodhe në rrasë vdekje që ndrojnë jetë në ring. Se stilin ashtë që shto kanë. Ose pregaditjet që i kanë stërvitje, kanë rana ashtë ka o në stërvitje, ama nuk i tregojnë, kërkojnë se s'dojnë me hup meqen, edhe hinë me qatë lëndem meq, edhe tani ndodhen që të sen, ama du të më koni kujdesshëm në këtë sport. Deri tani, sa humbje dhe sa fitore i keni? Në boks, tash i kam 5 fitore, vetëm një humbje. Në kickbox, për para, me thonë 45 fitore, që bjen 45 fitore, 20 humbje këm pas. Në kickbox për para. Atash në boks që më hi, është për momentin jam shumë jetë e ecë. Me qenë se minutat e emisionit tonë po ikon shumë shpejt, po na intereson krejt për fund cili është mesazhi juaj për të gjithë shikuesit tanë të shumt që i kemi si në Kosovë, gjithashtu dhe në diasporë, dhe cilat janë planet e tua për të vazhduar tutje rreth sportit dhe punës që bëni. Mesazhi jam për të gjithë që jashtë është që thash edhe më herët, leni senet e këqia, leni fjalët e këqia, se jeta është shumë e shkurt. Unë më kallëzu çdo ditë se sa shpejt më përfundu jeta, falni me familjarët, rrini afër familjes, rrini pozitiv, edhe në kohën e sot, sidomos me rrjetet sociale, ti nashta edhe vetë që kanë janë komente shumë negative, se edhe tonë, kanë janë shpesh që nisi me diskutua të në komente, i shoh, në krejt i shoh, ama edhe nuk e marr nga zemra, por se ka persona që janë pak kënaqur me jetën e vetë, edhe këshyri më aprish dikujt tjetër. Unë si marr ato sa në afër vetës, edhe po sta gjithmonë thonë rrini pozitiv, afroni drejtoni punës, drejtoni familjes, fejes, çdo veç rrini pozitiv. Që është mesazhi për të gjithë që me nejtë më mirë pozitiv, jetoni shumë më shumë edhe shumë më mirë se sa me nejtë gjithmonë me negativitet që edhe ju kap stresi. Dhe stresi është një arsye pse desin gjinja.
tjetra, për boks, unë nuk kam, me thonë dhe nuk kam qëllim ose një farë dëshirë që du me arrit, se unë nuk shkoj për çdo mesh. Deri sa tham, tash ju mgi. Ama për momentin e kam një farë vullneti, edhe kallëzoj pse, vullneti më i madh i jam kur të hi në ring ose kur jam të bëj këto stërvitje krejt, janë edhe fëmia. Pse fëmia se unë po du më kon një këshill i mirë për fëmijët që edhe me që me sport, vazhdu që po, rrugë. që mund me bë me arrit në sport, ose mund me jo vetëm me sport, po me arrit me disiplinë. A është në punë, a është në sport, a në çka do qoftë, veç me drejtu një punës. Edhe për që ta po kam qef fëmijëve të mi, jo është fëmijët, po edhe krejt fëmijëve, më kon një këshill e mirë që me dash njëri, edhe moshë të lartë, mund me arrit diçka. Edhe jo vetëm fëmijëve, po edhe dikush është moshën tem, që e sheh veten ashtu, unë i kom bo do vjes, po më isha me kthy më në formë ose sen. Gjithmonë, ti me dash sot ndryshon veten, edhe vjen pa kohë normal, edhe nuk ka çash letë që shukon me 20, se kur ti bën do vjet, ama është e mundshme. Po që është qëllimi jam, pse po bëj boksin, që po kam qef me knaq shikues, fancat, familjen, edhe veten. Unë nuk hi në ring se për na interes, po hi se e du këtë sport me zemër. Shumë e du këtë sport. Shumë. E për që ta është kjo një arsye. E për punë, aty nuk kam këfar qëllime. Unë veç kam qef me kry gjithmonë punën me respekt, me seriozitet, me knaqësi. Se një falenderim kur të vjen, kur të kryet një rast, çaj falenderim që vjen për familjarëve, që kur të kryjnë varrimin, edhe kur të lehtësohet momenti, ajo është e papërshkrueshme për mua. Se është një vlerë shumë e madhe për mua. Kur t'ja kryj rastin edhe kur thotë hey, për shkak te kena kalu super edhe e kena rahatu të ndjerin ç'është duhet, ajo për mua vlen më shumë se çdo sen. Qaq. Valon, knatësi që të kisha në studio, faleminderit shumë për gjitha këto rrëfime që ndave me ne dhe me shikuesit tonë, me të vërtet na ke jep pozitivitet, energji të mirë këtu në studio, pavarësisht të gjitha këto rrëfime që i ndave, janë për disa bege, jo të leta, po të gjitha këtë punë e bën me shumë dashni dhe sportivitet, kështu që të dëshiroj sukses edhe në të ardhmen, edhe është Zoti që puna të rritet gjithmonë më shumë edhe të kesh suksese. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit për te për ftesë, edhe më mirë që më në fund e realizuam edhe u takuam edhe më ka pëlqyer shumë formati yt, se dhona i zgjedh pak a shumë edhe runa, pak a shumë ku shkoj edhe kur e shkruaj edhe kur e kom pas se çka po bën, më ka pëlqyer shumë, se edhe është një format autentike dhe reale, për që ta përgëzoj ty shumë për këtë projekt, edhe të uroj suksesen, vazhdimisht edhe ty, edhe na inshallah nimi veç për të mira, dhe shimi veç për të mira, dhe faleminderit shumë për ftesë. Faleminderit edhe një herë ty. Faleminderit. Të dashur miq, këtu kemi përfunduar emisionin Rrëfim Jete për sonte. Ju falenderojmë të gjithëve për vëmendjen tuaj dhe ju vazhdoni të qëndroni edhe më tutje në emisionin Rrëfim Jete. Andaj të gjithë ju të cilët keni ndonjë rrëfim të veçantë, mund të na shkruani në rrjetet tona sociale dhe rrëfimin tuaj ta ndani në këtë studio me ne dhe me shikuesit tonë. Mund të na shkruani në rrjetet sociale, stafi i emisionit Rrëfim Jete do ta shqyrton rrëfimin tuaj dhe do t'ju kontakton. Deri në takim tonë të radhës, natën e mirë dhe mirë mbetshit.